Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, për të ndarë me ju lajmet më të fundit dhe në fakt për të komentuar dinamikat dhe ngjarjet më interesante që po ndodhin në Big Brother VIP Albania. Siç duket, ashtu siç në fakt u premtua, që në momentin e parë që u hapën dyert e kësaj shtëpie që do t'jetë një sezon jashtëzakonisht i suksesshëm, jashtëzakonisht i bukur, jashtëzakonisht i duartrokitur, ashtu në fakt edhe po ndodhen. Nata e mbrëmshme pati hyrje të reja. Është një djalë i mrekullueshëm, i quajtur Stenaldo, dhe ish banore e Big Brother të thjesht, sot në Big Brother VIP Armela. Hyrje interesante, ishte një natë në fakt e mbushur me dinamika, e mbushur me emocione, e mbushur me sfida dhe e mbushur me një lojë shumë interesante. Por përzgjedhja që u bë nga vllau i madh me Stenaldo, një djalë i cili ka talentin e muzikës, një djalë i cili di të gëzoj, di të festoj, di të kremtoj, por di dhe të bëj lojë. Ajo që unë pash mbrëm në momentin kur Stenaldo hyri brenda në shtëpi, është ai fakti që Zoti vërtet s'ti jep krejta. Por Zoti ti mundëson krejta. Për të ndjekur ëndrat tona nuk duhet edhe t'i kemi të gjitha gjërat e trupit ton, që ne të realizojmë ëndrrën, që ne të ndjekim ëndrrën, që ne në fakt të vrapojmë pas ëndrrës. Por në këtë rast Stenaldo, një djalë i mrekullueshëm, një djalë i cili diti të dhuroj vërtet emocione, i ka vënë të gjithë banorët përpara. Dhe unë mund ta them publikisht që Stenaldo është një fenomen brenda kësaj shtëpie dhe mendoj që televizioni Top Channel vetëm sa po e krijoi fenomenin dhe po e rit në fakt këtë fenomen. Stenaldo ka një mendje jashtëzakonisht të lartë, do me thënë mënyrën se si u përgjigjet banorëve, mënyrën se si e ka logjikuar lojën, do me thënë duke qartazi që Stenaldo vjen nga një rrugtim i afërt dhe e ka ndjekur jashtëzakonisht shumë Big Brotherin, do me thënë ka qenë i lidhur tepër me formatin Big Brother. Dhe hyrja e tij në shtëpi bëri një lloj befasie te banorët, por njëkohësisht edhe një lloj frike. Nuk e di tani se si do ta presin banorët Stenaldo, sepse Stenaldo duke që ishte një strateg i fuqishëm në lojë, do me thënë e njihte lojën, e luante lojën, e jetonte lojën, e vepronte lojën dhe në fakt nuk e di se si banorët do ta presin dhe do të qasen tek Stenaldo, por gjithsesi do me thënë është një banor tepër i pëlqyer dhe tepër i përzgjedhur mirë. Dinamikat do t'jenë të forta, por unë e di që Stenaldo do t'jetë shembulli i djalit të fuqishëm, do t'jetë shembulli i djalit të suksesshëm dhe jam i bindur që do të ketë një sukses jashtëzakonisht të lartë dhe jam i sigurt që do t'jetë deri në finale. Do me thënë, një përzgjedhje interesante. Banorët janë munduar që t'i afrohen, e kanë futur në lojë. Unë ditët në vazhdim do t'interesohem më shumë për historikun e Stenaldos, do me thënë, do kuptoj më shumë kush është ky djalë që në fakt ka hyrë në Big Brother dhe po bën për vete të gjithë publikun dhe gjithsesi uroj me zemër që të jetë një fitues i këtij formati. Unë mendoj që Top Channel është duke bërë veprimet më të bukura dhe seriozisht po sjellën një cast jashtëzakonisht të suksesshëm.